Ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Besfort Lamallari, bëri të ditur se vendimi për shpalljen persona të padëshiruar për një periudhë 10 vjeçare të dy shtetasve nga Maqedonia e Veriut, Vajlon Belës dhe Bekir Halimit është marrë më 17 korrik në funksion të mbrojtjes së interesit kombëtar. Në një intervistë për emisionin Tirana Live në ABC News, Lamallari tha se Shqipëria nuk do të lejojë asnjë agent apo nxitje dhune që cënon sigurinë e vendit, duke shtuar se policia e shtetit mbetet e angazhuar për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Vendimi sipas tij është marrë pas informacioneve të siguruara dhe konsultimeve me agjencitë e sigurisë. Sa më shumë i afrohemi familjes evropiane, ne duhet të sillemi si një vend antar, duke marrë pa ekuivok çdo masë të nevojshme, jo vetëm për të garantuar sigurinë kombëtare, por edhe për të mos lejuar asnjë lloj interferencë të agjendave të cilat janë të dëmshme jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin dhe më gjerë. Ndërkohë, analisti Vajlon Bela ka reaguar përmes një videoje të publikuar në Facebook ku tha se ka marrë 22 mirënjohje nga ushtria e NATO-s dhe pretendoi se nuk ka një shqiptar tjetër që i zotëron ato. Ai gjithashtu kritikoi mënyrën se si është marrë vendimi për shpalljen e tij person i padëshiruar. Vendimin kur e ka marrë pas ka qenë prezente edhe njësia antiterror. Paramendoni, antiterror i kujt? Çfarë porosi merr ai antiterror? Nga Vučić, sepse njësia elit e cila lufton terrorizmin madje ndërkombëtar është njësia speciale amerikane për të cilën un kam 22 mirënjohje. Përveç atyre kam edhe rekomandime nga njësia elit për luftimin e terrorizmit. Edhe Bekir Halimi, i cili është përfshirë në të njëjtin vendim, ka cilësuar shpalljen e tij personi i padëshiruar si një padrejtësi. Është mërzi për secilin t'i bëhet padrejtësi. Sidomos atyre personave që gjithë jetën ja kanë kushtuar ngritjes së vetdijes fetare tek populli jonë dhe kontributit patriotik për zhvillimin ton kombëtar. Mirë, po kështu e ka jeta. Ne do vazhdojmë të kërkojmë drejtësi dhe të luftojmë padrejtësitë kudo që bëhen. Rasti ka hapur debat pasi nga njëra anë autoritetet shqiptare arsyetojnë vendimin me mbrojtjen e sigurisë kombëtare, ndërsa nga ana tjetër Vajlon Bela dhe Bekir Halimi insistojnë se masa ndaj tyre është e padrejtë dhe do ta kundërshtojnë atë.